Mira hektar laguna, parqe dhe kanale, si dhe 10 bodrume puseta po dezinsektohen nga specialistët e shëndetit publik në të gjithë territorin e qarkut të Fierit. Synimi është vrasja e larvave dhe mushkonjave, ku më e rrezikshme është mushkonja tigër, e njohur si vektor i përhapjes së malarjes dhe etheve të Nilit. Puna për dezinsektimin ka nisur me monitorimin e vatrave që janë kryesisht parqet, lagunat dhe kanalet vaditëse. Faza e dytë që ka nisur është hedhja e insekticidit biologjik për të azjesuar larvat e mushkonjave në këto mjedise, por edhe në bodrume e puseta. Fokusi jon kryesor janë në kanalet, pellgjet, lagunat, parqet, të cilat janë me ujë të ndonuar dhe janë zona konkrete të cilët rriten larvat. Është edhe një fazë e tretë që quhet monitorim entomologjik pas procesit, që ne verifikojmë që ky proces ka rezultuar suksesshëm apo jo. Zonat me sipërfaqen më të madhe ku po kryhet dezinsektimi janë Divjaka me 11 hektar parqe e lagun, Semani, Darzeza e Fieri. Përveç parqeve dhe lagunave, po dezinsektohen edhe 13 hektar kanale dhe pellgje në të gjithë qarkun, si dhe qindra metra katror bodrume dhe puseta. Dezinsektimi është një proces që nis në qershor dhe përfundon në fund të tetorit. Një masë domosdoshme për problemet që shkaktonin mushkonjat në të kaluarën si përhapës të malarjes, një sëmundje e cila ka lënë pas trashëgiminë e anemisë mesdhetare në 90% të banorëve të Myzeqes.